Në qofë se je për garant për të afërmin tën, në rast se ke dhëndorën si garanci për një të huaj, je zënë në lakun e fjalëve të gojës sate, je zënë nga fjalët e gojës sate. Bëj këtë pra, birim dhe shpengo, sepse ke rënë në duartet afërmit të në shko, hidhu në këmbët e ti dhe ngull këmbë me të madhe të afërmi yt. Mos u jep gjumë syve të tua shlodhje që pallave të tua. Shlirohu si gazela nga dora e gjahtarit, si zogu nga dora e ati që ka psoqte. Shkote milingona, o përtac, vëre zakonet e saj dhe bëhu i urt. Ajo nuk ka as krijetar, as mbikëqyrës, as zot, e gjen ushqimin në verë dhe mbledh zahirën e saj gjatë korjes. Deri kur, o përtac, do të rish duke fjetur, ku do të shkundesh nga gjumi yt. Të flesh pak, të dremitesh pak, të rish me duar në ije për t'u qlodhur. Kështu varfëria jote do të vi si një vjedhës, dhe skamja jote si një njeri armatosur. Njeriu pa vlerë, njeriu i keq, ecën me një gojë të çoroditur. Luan syrin flet me këmbë, bën shenja me gishta, si në zemër, kur dis vazhdimisht të keqen dhe mbjell grindje. Prandaj shkatërimi ti do të vi me përitur. Qast do të shkatërohet, pa rrugdalje tjetër. Zoti urën ko gjash gjera,
madje 7 janë të neveritshme për të. Syt krenare, gjuha gënjeshtare, duar që derdhin gjak të pafajshëm, zemra që kurdis planet e të qia, këmbët që turën shpejt drejt së keqës, dëshmitari, i rem që thot gënjeshta, dhe ai që shtje grindi, midis vëllezërve. Birim, ruaje udhërimin e atit tëm, dhe mos haro mësimet e nënës sate. Mbaj vazhdimisht të lidhura në zemrën tënde, dhe fiksoj rreth qafës sate. Kur do të ecësh, do të udhëheqi, kur të pushosh, do të ruajnë, kur të zjohesh, do të flasin me ty. Sepse urdhërimi është një famë, mësimi një dritë, dhe ndreqjet e mësimit janë rruga e jetës. Për të mbrojtur nga gruaja e keqe, nga lajkat e gjuhës të gruas së huaj. Mos dëshiro në zemrën tënde bukurin e saj dhe mos u rëmbe nga qepallat e saj. Sepse për një prostitut buri ka të ndisët, për një cop buk, dhe gruaja i një tjetri gjuan shpirtin e virë të një buri. A mund të mbaj buri një zjarë në gjitë të ti, pa djegur robat e trupit? A mund të ecë burin bi qymër të ndezur, pa djegur këmbët e i? Në këtë gjendje është ai që shkon të gruaja e një tjetri, kush e prek nuk do të mbetet pa unë dëshkuar. Nuk përçmohet hajduti që vjer për të shuar urin kur është i uritur, por në rast se kapet në faj, duhet të kthejesh atë fishin dhe të japë tërë pasurinë e shtëpisë së tij. Por ai që ti e një shkelje kurore, me një grua është një njeri pa men,
që bën një qitë t'il, shkatëron jetën e ti. Ka të jetë për çmim dhe turpiti nuk do t'i hiqet kur, sepse gjelozia e tërbon bashkëshortin që do të jetë i pamëshirshëm ditën e hakmarrjes. Ai nuk do të pranoj asnjë shpërblim